Nëse ndihesh si një i huaj në mesin e familjes tënde, nëse të quajnë i çuditshëm dhe të duket se askush nuk të kupton, nëse dashuria ndjehet gjithmonë e cekët ose e përkohshme dhe njerëzit thonë se është e vështirë të duan, nëse puna jote duket si një kafaz dhe të tjerët të quajnë dembel apo pa motiv, nëse shoqëria duket e çmendur dhe bota të etiketon si një që nuk përshtatet, mos mendo se je i prishur. Ndoshta je thjesht një shpirt i vjetër, që pret të takoj dikë që flet gjuhën emocionale të shumë jetëve. Termi shpirt i vjetër nuk është një metaforë poetike. Është një realitet i thellë. Të jesh një shpirt i vjetër do të thotë që ndërgjegja jote ka kaluar në për shumë forma jetësore. Ka përjetuar shumë dhe ka grumbulluar një mençuri që nuk mësohet në një jetë të vetme. Kjo mençuri reflektohet në mënyrën si mendon, si ndihesh, si sillesh dhe në praninë tënde energjetike. Shpirtrat e vjetër ndjejnë ndryshimin që në moshë të re. Ata shpesh ndihen sikur nuk përkasin në këtë epokë. Vëzhgojnë botën nga një distancë si spektator, jo pjesëmarrës. Kjo nuk është shkputje, por njohje. Bota që lëviz me shpejtësi dhe është e fiksuar pas pasurisë shpesh duket e zbrazët për shpirtrat e vjetër. Ata kërkojnë thellësi, sinqeritet dhe kuptim. Ata janë reflektues të thellë, të pajisur me pyetje që nuk mësohen, por kujtohen. Se jemi këtu, çfarë ndodh pas vdekjes, nuk janë fëmijë të zakonshëm. Ata dëgjojnë heshtjen sepse aty gjejnë zërin e shpirtit të tyre. Vetmia nuk i tremb, përkundrazi i qetëson. Empatia është një tjetër tregues i qartë. Një shpirt i vjetër mund të ndjejë emocionet e të tjerëve pa pasur nevojë për fjalë. Kjo ndjeshmëri sjell lodhje emocionale, pasi ata thithin jo vetëm ndjenja, por edhe energji. Shumë herë, të tjerët i kërkojnë për këshilla pa ditur pse ndihen kaq të sigurt me ta. Ata priren të jenë shërues, jo gjithmonë si profesion, por nga natyra. Shpirtërisht, shpirtrat e vjetër ndjekin mësimet e lashta. Ata nuk tërhiqen nga moda apo trendet. Ata ndihen të njohur me tekstet e shenjta dhe fjalët e urtëve të lashtësisë. Nuk kanë nevojë të mësojnë si të meditojnë apo të luten, është si një kujtim që vjen nga thellësia e kohës. Edhe nëse janë rritur pa strukturë fetare, ata vetë gjejnë rrugën e tyre drejt të vërtetës së brendshme. Shpirtrat e vjetër shpesh e ndjejnë dhimbjen e botës si të tyren. Kur dëgjojnë për padrejtësi, urrejtje apo vuajtje, është sikur ajo dhimbje e huaj shpohet drejt në zemrën e tyre. Nuk është ndjeshmëri e thjesht, është kujtesë. Është sikur në një kohë tjetër, në një jetë tjetër, ata kanë përjetuar diçka të ngjashme. Prandaj, ndonjëherë duken si të hutuar ose të shqetësuar, pa ndonjë arsye të dukshme. E vërteta është se ata po mbajnë peshën e një bote që nuk e kupton ende dritën e tyre. Dashuria për ta është një temë komplekse. Nuk janë ata që kërkojnë histori të zakonshme, me premtime të cekta dhe gjeste sipërfaqësore. Ata kërkojnë shpirtin, jo trupin. Një sy që i shikon përtej, një dorë që i prek zemrën, një zemër që kupton heshtjen e tyre. Nuk dashurojnë lehtë, por kur e bëjnë është e thellë, e rrallë dhe nganjëherë e dhimbshme. Sepse shumë pak njerëz mund të kuptojnë thellësinë që ata mbajnë brenda vetes. Dhe kur nuk kuptohen, ata tërhiqen jo nga krenaria, por nga ndjenja se janë tepër për këtë botë të rastësive. Në sytë e të tjerëve, ata mund të duken si ëndërrimtar, të shpërqendruar ose të humbur në mendime.
por në realitet janë të pranishëm në një mënyrë që shumica nuk arrin ta kuptojë. Ata janë të vetëdijshëm për gjithçka, për fjalët që nuk u thanë, për emocionet që nuk u treguan, për ndjenjat që lëvizin si hije pas çdo shikimi. Kanë një intuit të fortë dhe shpesh e dinë më parë çfarë do të ndodhë, por rrallëherë flasin, sepse kanë mësuar se jo të gjithë janë gati për të dëgjuar të vërtetën. Në punë ose karrierë, ata shpesh ndihen të humbur ose të parealizuar. Nuk janë të motivuar nga pasuria apo fama, ndjejnë një boshllëk në çdo gjë që nuk lidhet me qëllimin e shpirtit. Mund të kalojnë vite duke kërkuar pse në e tyre. Dhe kur e gjejnë, nuk ka kthim pas. Edhe nëse bota i quajti të çmendur ose të papërshtatshëm, ata ndjekin rrugën që ndriçon për ta, jo sepse është më e lehtë, por sepse është e vërtetë. Vetëm e vërteta i mbush ata me jetë. Në fund, një shpirt i vjetër nuk është një barë për këtë botë. Ai është një kujtesë. Një dritë që ecën në errësirë. Një zë i heshtur që kujton se dashuria, urtësia dhe ndjeshmëria nuk janë dobësi, por fuqi të rralla. Dhe nëse je një prej tyre, mos u përpiq të përshtatesh, sepse nuk je këtu për të qenë si të tjerët. Je këtu për t'i kujtuar të tjerëve kush janë në të vërtetë. Pranoje dhuratën tënde, edhe nëse të dhembë, sepse është ajo dhimbje që të bën dritë.